Një skandal me përmasa të mëdha financiare ka shpërthyer në Durrës, ku kompania Mektrin Motors, lidhur drejt për drejt me familjen e kryebashkiakes Emiliana Sako, ka përfituar rreth 9 milion euro tendera publik nëpërmjet një rrjeti kompanish fantazma të regjistruara në emër të afërmëve të saj. Kompania Mektrin Motors u themelua nga Landi Shahini, bashkëshorti i Sakos, i cili në vitin 2008 rezulton sipas mediave se ka qenë në hetim në Itali për trafik droge dhe kontraband makinash. Në momentin që i erdhi dosja, i kaloi aksionet me një shitje fiktive për 2.3 milion lekësh vëllait të tij Edmond Shahini dhe i ndryshoi emrin nga Blue Auto në Mektrin Motors. Fillimisht, një servis i thjesht makinash për privat, kompania ndryshoi drejtim pas futjes së Sakos në Partinë Socialiste dhe ngjitjes së saj në poste drejtuese në Bashkinë e Durrësit. Pas emërimeve të saj si drejtore zhvillimi nën kryetari dhe më pas kryetare bashkie, Mektrin filloi të fitonte tendera për makina me qira për institucione shtetërore dhe bashki. Sipas të dhënave nga regjistri i prokurimeve publike, Mektrin Motors SHPK ka përfituar tender nga Ujësiellës Durrës në varësi të Sakos, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Turizmit, Drejtoria e Policisë së Shtetit, Komisariatet e Policisë në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Korçë, Berat, Elbasan, Lezhë dhe Kukës, Komisioni i Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, Alp Petrol, Posta Shqiptare, Inspektorati Qendror, Agjencia e Rinisë, Drejtoria e Rrugëve e tjerë. Më 24 qershor 2025, Mektrin përfitoi një tjetër kontratë me vlerë 2.4 milion euro nga Policia e Shtetit me firmën e drejtorit Ilir Broda, ndonë se kishte një ofertë tjetër 300.000 euro më të ulët. Rrjeti 11 kompanive fantazma të familjes Sako Shahini. Përveç Mektrin, mediat raportojnë se miliona euro janë kanalizuar, fshehur dhe pastruar përmes 11 kompanive të tjera fantazma të regjistruara në emër të afërmëve të Sakos, bashkëshortit, vëllait dhe kunatit me aktivitet të gjerë dhe të dyshim. Kompania Eurocar Servis Tregti dhe dhënje me qira makinash e mjete lundruese, Gliko SHPK, zhvillimi software dhe sisteme digjitale, Wolf Technology, zbatim të aplikacioneve në të gjitha platformat, GTACC SHPK, import-eksport tregtim mallrash dhe tregti qira makinash, General Construction Group, AL, ndërtime civile, industriale dhe projekte, Komproster SHPK, tregti, import, eksport dhe ndërtime, Landi Shahini, person fizik, ndërtime, import, eksport, tregti dhe qira makinash, Angelo Sako, person fizik, import, eksport, mallrash, makina dhe ndërtime, GF.AL SHPK, tregti me shumicë naftës, gazit dhe në produkteve të tyre, Rentmi SHPK, tregtim dhe qira mjetesh motorike, Go55 SHPK, botime, projekte, grafika dhe reklama. Këto firma ka dyshime se përdoren për të manipuluar gara, të rritur vlerat fiktive të tendereve dhe mos deklaruar të ardhura, ndërkohë që SPAK dhe qeveria Rama nuk kanë ndërmarrë asnjë hetim penal, pavarësisht konfliktit të qartë të interesit dhe dyshimeve për pastrim parash, korrupsion dhe abuzim me fondet publike. Nëse kjo nuk quhet kapje e shtetit nga familjar të pushtetit, atëherë çfarë është?